Mirë se erdhët të dashur Gafor në Letra të Rrëfenj. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës që është i fokusuar vetëm në të ardhmen. Do thot për javën që po vjen, vetëm në të ardhmen. Letrat që kanë dalë për ju janë 2 të shpatës, rrota e fatit, drejtësia, 7 të kupës, 6 të monedhës dhe 4 të shkopive. Gafor. Kjo ja fillon me konfuzion dhe hezitim. 2 të shpatës tregon që po shmangni një vendim ose po përpiqeni të mos shihni një të vërtet që e ndjeni brenda vetes. Mund të jeni mes 2 zgjedhjeve, 2 njerëzve, ose thjesht mes asaj ta lë pas dhe t'i jap edhe një shans. Problemi është që sa më shumë e shtyni vendimin, aq më shumë po lodheni mendërisht. Rrota e fatit vjen këtu, tregon që situata nuk do mbetet pezull gjatë. Diçka ndryshon pa pritur këtë javë. Mund të jetë një lajm, një kthesë në marrëdhënie, një mundësi ose një takim që ju ndryshon humorin komplet. Kjo letër tregon lëvizje të fatit. Gjërat që kanë qenë të ngrirë, ta them në atë mënyrë, fillojnë të ecin. Dhe shpesh, kur kjo letër del, universi e shtyn situatën përpara, edhe kur ju vetë nuk jeni gati. Drejtësia. Tregon që kjo javë ju detyron të shihni gjërat me logjik, jo vetëm me emocione të dashur Gaforë. Një situatë do qartësohet. Për disa nga ju lidhet me drejtësi, dokumente ose vendime zyrtare, për të tjerët lidhet me marrëdhënie ku më në fund kuptoni kush ka qenë korrekt dhe kush jo. Kjo letër është shumë çfarë ke dhënë do marrësh, dhe sinqerisht disa njerëz këtë javë do marrin pikërisht energjinë që ju kanë dhënë juve. 7 të kupës tregon shumë mendime, ëndra dhe skenar në kokën e juaj. Mund të ndjeni të hutuar emocionalisht sepse një pjesë e juaj dëshiron diçka ideale, ndërsa realiteti është pak ndryshe. Kujdes të dashur Gafor me njerëzit që flasin bukur, por nuk ju japin stabilitet. Jo çdo njeri që premton jetën perfekte, di edhe ta mbaj fjalën. Disa profesionist në këtë fushë, ta them kështu, vetëm të premtimet, disa janë ashtu tipa të tillë, vërtet që janë profesionistë në gënjeshtra që premtojnë dhe zhduken në veprime. 6 të monedhës e stabilizon energjinë këtu. Kjo letër tregon ndihmë, mbështetje, balancë dhe reciprocitet. Më në fund filloni të kuptoni kush jep, po aq sa po merr nga ju. Mund të merrni ndihmë financiare, mbështetje emocionale, ose thjesht të ndiheni më të vlerësuar. Kjo letër është shumë e mirë edhe për komunikim më të qeta dhe marrëdhënie që fillojnë të balancohen. Dhe java mbyllet me një letër jashmase të bukur që është 4 të shkopive, një nga letrat më të mira për qetësi dhe stabilitet. Tregon harmoni të dashur Gafor, takim, familje, fest ose ndjesin që më në fund po hyni në një ambient më të sigurt emocionalisht. Pas gjithë atij konfuzioni që filluam me 2 të shpatës aty, në fillim të javës, duket sikur fundi më i qartë dhe më i ngrohtë. Ka shumë mundësi që ta mbyll javën me ndjenjen. Okej, tani po e kuptoj ku qëndroj. Këshillën që mund t'ju jap të dashur Gaforë, mos merrni vendime vetëm nga frika për të mos humbur dikë. Apo situatë. Ndonjëherë qetësia që vjen pas një vendimi të vështirë vlen më shumë se konfuzioni që zgjat pafund. Kur ndalon së mashtruar i vetëm të dashur Gafor, fillon të qartësohet edhe vetë jeta juaj.